kushtet që i vendosin ata janë pa imagjinueshme dhe nuk duhet të pranohen. Për plot arsye që i përmendet dhe specifikisht për parimet që duhet ta udhëheqin Kosovën edhe në bazë të përputhjes së vullnetit qytetar. Nuk bën me leju në Kosovë me marr kryeministrin një parti që i ka 8%, as 15%. A din pse? Se partia masni një parti dekurajohet, pse do të me luftu me dole para? Ma mirë me dole treta, mërë pse me dole para? Ma mirë ne nuk pe kry projektin, dështoj në qëtë popullit tretit edhe e marë kryeministrin. Pra kjo është komplet, s'po dijas, nuk po kom fjallë që është me spjegu, e kundërta e progresit. Krenari, jeni me një vi me mujën, se këtë e tha dhe më heret muja. Po, në rregull. Se kemi çështje debatuse. Atë çfarë kemi po, atë çfarë kemi, pse, desha ta vazhdosh. Desha të vazhdoj se pastaj po. Një mos pajtim me zotin Muja. Mos pajtim, hajde mos pajtim krenar. Po, mos pajtim. Tha që populli ka kërku partneritet me vetëvendosja me ndonjë parti. Prandaj kjo është refleksion i votës qytetare. Duke marrë parasysh historikun e tresht në thojza të bashkëpunimit të vetëvendosjes me parti tjera, specifikisht me LDK në vitin 2019 e tutje, arsyeja kryesore pse vetëvendosjes populli ja dha 51% është veç pse ra në konstatim që nuk mundet me bo partneritet. Jo pse e meritoj ke vetëvendosja 51%. Nuk po thëmë që e meritoj kjo se meritoj, nuk jam i bindun që e ka meritu 51%. Njerëzit veç dojshin ma, nuk dojshin një qeveri që mundet me qenë ose jetë shkurtër, ose e mvaron prej shantajëve të ndryshme. Edhe thanë, ja 51%, ja... Apo kuptan, tashti nuk po ma merë menja që njerëzit e kanë ndryshu qatë menim. Njerëzit prap jëmë për mja dhon 51%, që u dëshmu prap që është problem mësë mi marë 51%. Ma dje, se di, tash, nëse shkojnë anë zgjidhje, unë kom e bo thirrje qytetarëve, se di sa kom dike me sa jo, po kom e bo thirrje, ja jepja një vetëvendosjes 51%, ja asni 1% mësë jepni. Hish, as mësë leni ma me inë kuvend, se s'ka që shtu ma, 42%, 33%, nuk ka. Ti padu vetëvendosje, o krejto hish, ja 51%, po këta nuk lëshojnë pe, edhe unë e pajtona që nuk lëshojnë pe. Edhe mirja po që politika është për lëshu pe. Po është për me lëshu pe, po jo mirë tha dhe kryeministri, nuk më mu bo me të lifar kushti kryeministër. E tha mirë se për cilla e pat një mbledhi me mërgatën Londër. Se unë e tha kësha mujtë mu bu kryeministër, veç e kësha bu Fatmir Limën kryetar parlamentit edhe kësha bu kryeministër. Unë mu po mbëlqenj që i kanë këto parime. Po, muja, apo i bi, ka drejt kanal që vëllot ju një parti që dëshërën një orë 50%, o krejto hish. S'ka ndryshëm. A i bje që ju